Mashtrimet përmes mesazheve telefonike dhe linqeve të dyshimta po bën çdo ditë më shqetësuese në Kosovë. Një rast i fundit është raportuar në Rahovec, ku një qytetar ka humbur rreth 800 euro nga llogaria e tij bankare, pasi dyshohet se ra prej e një skeme mashtruese online. Sipas burimeve të gazetës Sinjali, viktima kishte hapur një link të dyshimt ose kishte dhënë të dhënat bankare, që e ka mundësuar mashtruesve të tërheqin parat nga llogaria. Rastet e tilla po shtohen vazhdimisht në vend, ndërsa qytetarët po bien prej mesazheve që duken të besueshme, por që në fakt janë forma mashtrimi për vjedhje të të dhënave bankare. Madje së fundmi, qytetarët kanë pranuar shumë mesazhe, si kur janë nga policia e Kosovës, posta apo edhe nga bankat. Autoritetet apelojnë vazhdimisht që të mos hapen linqe të panjohura dhe të mos ndohen informacione bankare përmes telefonit apo internetit. Rasti në fjalë është duke u hetuar, ndërsa deri më tani nuk ka persona të identifikuar.